Unë jam Nader Afshar, kam lindur në Francë dhe jam rritur në Kanada. Prandaj në fakt, kur nuk e kam parë vendin tim. Kur isha 3 vjeç, shkova me nënën dhe babain tim në Irak, te mujahedinët, ku qëndrova derisa filloi lufta e Gjirit. Gjatë luftës së Gjirit, sepse për ne fëmijët kushtet nuk ishin më të sigurta dhe çdo ditë kishte bombardime, nëna dhe babai im vendosën të më dërgonin në një vend tjetër që të rritesha i sigurt dhe të zgjidhja vetë të ardhmen time. Kështu që shkova në Kanada. Kur isha në Kanada, po studioja dhe kisha jetën time, derisa në Iran ndodhi kryengritja e parë dhe unë me lajme shija që studentët ishin ngritur kundër regjimit dhe po brohorisnin kundër tij. Dhe pikërisht atëherë fillova të pyes veten se si ishte situata në Iran. Sepse e dija që mujahedinët po luftonin për lirinë e Iranit, por nuk kisha shumë informacion për situatën në Iran. Pasi pyeta dhe bëra më shumë kërkime, kuptova më shumë dhe vendosa që edhe unë dua të bashkohem mujahedinëve, që të mund ta çliroj vendin tim dhe të sjell demokracinë në Iran. Pastaj, verën tjetër erdha në Irak dhe takova nënën time. Dhe më pas, në të vërtetë, kur isha shumë i vogël, po në ato vite, me vitin 1991, babai im u vra nga të dyshuar të regjimit klerikal në Irak, gjë që në fakt ishte edhe një nga motivimet e mia për të vazhduar këtë rrugë. Sigurisht, kjo nuk ishte e vetmi arsye, sepse edhe atje, edhe kur isha në Kanada, miqtë dhe familjarët më thoshin, mos shko në Irak, atje nuk është vend për familje, nuk është vend për të jetuar, atje është vend për luftë. Ka rreziqet e veta, të cilat edhe unë i dija dhe isha plotësisht i vetëdijshëm kur erdha me këtë bindje, që pasi vizitova varin e babait tim dhe aty përsërita edhe një herë zotimin dhe besën time me të. U vendosa që të jem në këtë rrugë deri në çlirimin e Iranit me të vërtetë. Që të marr hakun e gjakut të tij dhe të çdo dëshmori dhe gjithashtu për të gjithë vajzat dhe djemtë e tjerë që janë në Iran dhe çdo ditë, për shkak të ngjarjeve që ndodhin në regjimin klerikal, një nën apo një baba humbet jetën. Të mund të bëj diçka edhe për ta, që asnjë fëmijë tjetër të mos mbetet pa nën apo pa baba si unë. Që nda ajo ditë deri tani e kam vazhduar këtë rrugë dhe jam ende këtu dhe e di që secili prej këtyre dëshmorëve që kanë ardhur deri këtu, ne jemi vazhdimësia e gjakut të tyre dhe mund të arrijmë qëllimin për të cilin jemi mbledhur të gjithë, që është liria e Iranit.